Salamu alaikum, pse agjerimi deri me datën 29 mars, pra këtij viti në 2025, a nuk janë 30 ditë agjerim? Aleikum salam. Muajt e hanës, ata lunar, mund t'i kenë 30 ditë, po mund t'i kenë 29. Mbarët prej lëvizjeve të hanës, prej caktimit Allahu Gjelleshanu. Ekspertët e kësaj fushë, e kësaj lëmie, shikojnë hanën. Mund t'jetë 29, mund t'jetë 30. Përgjithësia mbetet mbi ta. Neve kemi obligim që ata të cilët janë përgjegjës për këto gjana, ti ndjekim, domethënë ti marrim këshillat, mësimet e tyne edhe përcaktimet e tyne. Është e shkruar në takvim 29, alhamdulillah. E rëndësishme dije që, domethënë, poenta e kësaj përgjigje është ta kuptosh ti edhe çdo kush tjetër se Ramazani mund të jetë 29 ose mund të jetë 30 ditë. Pra sepse muajt janë 29 ose 30. Nuk ka muaj të hanës 31, pas nuk ka 28. Këtë ndush me e kuptu.